Proiect. Lënda gjuhë shqipe. Klasa 9B. Tema fjalitë e përbëra. Çështjet që do të trajtojnë në këtë projekt janë: çështja e parë, përmbledhje mbi fjalitë e përbëra. Çështja e dytë, fjalitë e përbëra me bashkërenditje. Çështja e tretë, fjalitë e përbëra me nënrenditje. Dhe çështja e katërt, fjalia dhe skema e saj. Punojnë nxënësja Teuta Sakaj, pranoi mësuesja Marinela Beta. Fjalitë e përbëra. Fjalia e përbërë ka dy ose më shumë kallëzues. Lloji fjalisë nuk përcaktohet nga sasia e fjalëve që e përbëjnë atë, por nga numri i kallëzuesve, duke qenë se rreth kallëzuesit grupohen të gjitha grupet e fjalëve për të krijuar një njësi të vetme kallëzore. Secili prej kallëzuesve në fjalinë e përbërë mund të zgjerohet me fjalë a grupe fjalësh që kryejnë funksione sintaksore të ndryshme në varësi të lidhjeve që realizohen. Pjesët e fjalive të përbëra mund të kenë marrëdhënie të ndryshme midis tyre. Ato mund të shprehojnë marrëdhënie barazie apo varesie. Pjesët e fjalive të përbëra formojnë fjalitë e përbëra me bashkërenditje, kur bashkohen me licat bashkërenditëse, dhe fjali me nënrenditje, kur bashkohen me lica nënrenditëse. Lidhja e barazies krijohet në ato raste kur asnjëra nga pjesët e një fjalie të përbërë nuk varet prej tjetrës, pra, secila mund të qëndrojë si fjali më vete. Kur fjalit shprehojnë marrëdhënie varesie, ato janë fjalitë e përbëra me nënrenditje. Fjalitë e përbëra mund të ndahen në fjalitë e përbëra me bashkërenditje që mund të jenë shtuese, kundërshtuese, veçuese dhe përmbyllëse. Fjalitë e përbëra me nënrenditje që mund të jenë kryefjalore, kundrinore, kallëzore, përcaktore, rrethanore dhe krahasore. Fjalitë e përbëra me nënrenditje rrethanore ndahen në kohore, vendore, mënyrore, qëllimore, shkakore, rrjedhimore, kushtore, lejore. Fjalitë e përbëra me bashkërenditje. Fjalitë e përbëra me bashkërenditje janë fjalitë e përbëra nga të paktën nga dy pjesë të pavarura që lidhen me njëra tjetrën me lica bashkërenditëse. Të dyja pjesët janë të pavarura nga njëra tjetra dhe mund të përdoren në vete si fjalitë të thjeshta. Të përdorura si pjesë të fjalisë së përbërë, ato lidhen me licën bashkërenditëse, për shembull me licën bashkërenditëse shtuese dhe nuk do të merren si fjalitë e përbëra me bashkërenditje, por si fjalitë të thjeshta me folje homogjene të gjitha ato fjali që kanë dy ose më shumë folje që kanë të përbashkët, përveç kryefjalës të paktën edhe një gjymtyr të dytë. Te fjalitë e përbëra me bashkërenditje, lica bashkërenditëse që lidh dy pjesë nuk mund të vihet në krye të fjalisë. Pra, fjalia e përbërë nuk mund të fillojë me të pasi do të ishte pa kuptim. Te fjalia e përbërë me bashkërenditje, njëra pjesë nuk mund të futet në mes të pjesës tjetër. Pjesët e fjalisë së përbërë me bashkërenditje mund të bashkohen edhe me lica të përsëritura në krye të çdo pjese. Sipas marrëdhënieve që vendosen mes pjesëve të fjalisë, fjalitë e përbëra me bashkërenditje grupohen si më poshtë. Fjali me pjesë të bashkërenditura me marrëdhënie kopujore, fjali me pjesë të bashkërenditura me marrëdhënie kundërshtore, fjali me pjesë të bashkërenditura me marrëdhënie veçuese dhe fjali me pjesë të bashkërenditura me marrëdhënie përmbyllëse. Fjali me pjesë të bashkërenditura shtuese, për shkrimin e tipare dalluese, kanë përdorim të gjerë të larmi shumë të madhe nga pikpamja ndërtimore, shpesh shprehin gjyrime numërimi a renditje dukurisha faktesh. Lidzat e lokucione lidhësore, edhe, dhe, jo vetëm që, por edhe, leqë, por as, e të tjerë. Shembull në një fjali, jo vetëm që ofrojnë të erë, por dhe vinte një shirë rrëmbyeshëm. Fjali me pjesë të bashkërenditura kundërshtore, për shkrimin e tipare dalluese. Kanë strukturë dy gjymtyrëshe gjë që kushtëzohen nga marrëdhënia e krahasimit apo e kundërvënies mes përmbajtjes së tyre. Lidhësa dhe lokucione lidhësore, por, po, mirë po, porse, kurse, veçse, e të tjerë. Shembull në një fjali, unë jam në klasën e 9, kurse vëllai im është në vit të 3. Fjali me pjesë të bashkërenditura veçuese, për shkrimin e tipare dalluese. Kanë strukturë dy gjymtyrëshe gjë që kushtëzohet nga marrëdhënia veçuese që vendoset mes pjesëve të fjalisë. Lidhësat e lokucione lidhësore, ose, o, apo, o, ose, e të tjerë. Shembull në një fjali, o hajde me mua, o me atë. Fjali me pjesë të bashkërenditura përmbyllëse, për shkrimin e tipare dalluese. Për nga ana kuptimore, njëra pjesë shërben si përmbyllje e veprimit që përcjellet në pjesën paraprise. Lidhësat e lokucione lidhësore, pra, prandaj, ndaj, e të tjerë. Shembull në një fjali, i ka mbaruar detyrat, prandaj po rri.
Fjalitë e përbëra me nën renditje. Në fjalit e përbëra me nën renditje, pjesët e fjalive hyjnë në lidhje me marrëdhënie varësimi mes tyre. Kjo do të thotë se ashtu siç kemi parë te gjymtyrët e fjalisë, njëra pjesë drejton dhe tjetra varet prej saj. Dy pjesët e fjalisë nuk kanë të njëjtën vlerë sintaksore në fjali, por njëra drejton dhe tjetra varet. Nisur nga marrëdhënia që vendoset mes fjalëve në fjali që varen prej njëra tjetrës, fjalit me nën renditje grupohen në fjali me pjesë të varur filluese, fjali me pjesë të varur rrethanore dhe fjali me pjesë të varur përcaktore. Filluese. Pjesa e varur që domosdoshme dhe plotëson kallëzuesin e pjesës kryesore. Pjesa drejtuese e fjalive filluese ka në përbërje të saj një folje e cila kërkon të plotësohet nga pjesa e varur e kësaj fjalie. Për këtë arsye, rendi i fjalëve zakonisht është i tillë që pjesa e varur ndjek atë drejtuese. Rrethanore, pjesa kryesore mund të qëndrojë edhe pa pjesën e varur. Fjalitë e varura rrethanore tregojnë rrethanën e kryerjes së veprimit të shprehur nga folja e pjesës kryesore. Pra, nëpërmjet tyre shtohen të dhënat të tjera rreth përmbajtjes që jepet me pjesën kryesore. Ndonse ato jo gjithnjë janë të domosdoshme për plotësimin e kuptimit dhe të strukturës së saj. Përcaktore, pjesa e varur përcaktore nuk lidhet me kallëzuesin e pjesës kryesore, por me një gjymtyrë emërore të saj. Në fjalinë përcaktore, pjesa nën renditur hyn në lidhje me një gjymtyrë emërore të pjesës kryesore dhe tregon një tipar apo veç. Nisur nga lloji i marrëdhënies rrethanore që vendosin me pjesën kryesore, pjesët e varura rrethanore mund të jenë kohore, kur tregon kohën ku ndodh veprimi, ngjarja shprehur nga kallëzuesi në pjesën kryesore. Mjetëlitse, kur, ndërsa, gjersa, pasi, para, parase, ndërkohë që e të tjerë. Pjesa e varur rrethanore vendore tregon vendi ku ndodh veprimi, nga ngjarja shprehur nga kallëzuesi në pjesën kryesore. Mjetëlitse, ku, kudo që, nga do që, te, tek, nga e të tjerë. Pjesa e varur rrethanore shkakore tregon arsyen ose shkakun pse ndodh veprimi, nga ngjarja shprehur nga kallëzuesi në pjesën kryesore. Mjetëlitse, se, sepse, nga që, duke qenë se, për shkak se, për arsye se, e të tjerë. Pjesa e varur rrethanore qëllimore tregon qëllimin përse ndodh veprimi. Ngjarja është shprehur nga kallëzuesi në pjesën kryesore. Mjetëlitse, që me qëllim që në mënyrë që, e të tjerë. Pjesa e varur rrethanore mënyrore tregon mënyrën se si ndodh veprimi, ngjarja është shprehur nga kallëzuesi në pjesën kryesore. Mjetëlitse, si, siç, sikur, sikurse, ashtu si e të tjerë. Pjesa e varur rrethanore krahasore. Veprimi apo gjendja për të cilën bëhet fjalë në fjalën drejtuese ilustrohet me anë të një krahasimi në fjalinë e varur. Mjetëlitse, sa, aq sa, saç, më sa e të tjerë. Pjesa e varur rrethanore kushtore tregon kushtin me i cili varet kryerja ose mos kryerja e veprimit të shprehur në pjesën kryesore. Mjetëlitse, në, nëse, në qoftë se, po që se, po të jetë se, me kusht që e të tjerë. Pjesa e varur rrethanore lejimore. Veprimi apo gjendja që shprehet në pjesën e varur pritet të bëhet pengesë për atë të fjalisë drejtuese, por në të vërtetë veprimi kryhet. Mjetëlitse, ndonse, sidoqë, sado që, edhe pse, kushdo e të tjerë. Pjesa e varur rrethanore rrjedhimore. Shprehet marrëdhënia mes faktit të ngjarjes së shprehur në fjalinë kryesore dhe përfundimit logjik të saj të shprehur në fjalinë e varur. Mjetëlitse, ndaj, prandaj, përpasoj, përrjedhoj, saqë, kështu që, e të tjerë. Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur përcaktore. Në fjalit e përbëra përcaktore mund të shërbejnë për emrat lidhor që i cili e cila kokat të fundit mund të shoqërohen ose jo me para fjalë. Për emrin lidhor përshtatet në gjendjen dhe në numër me gjymtyrën që përcakton, por vendoset në atë rast që kërkon folja e pjesës së nënrenditur. Kështu ndosë gjymtyra e përcaktuar është në rastin emërore, për emrit lidhor do të dalë në rastin danore. Pjesa e nënrenditur përcaktore ndjek gjithmonë gjymtyrën e pjesës kryesore me të cilën është e lidhur. Ndaj pozicioni i kësaj pjese është në mes ose pas pjesës drejtuese, por jo në krye të saj. Pjesët e fjalisë së përbërë mund të jenë të pavarura, janë pjesët e fjalisë së përbërë me bashkërenditje ku mund të qëndrojnë në vete si fjali e thjeshtë. Pjesët e nënrenditura janë pjesët e fjalisë së përbërë me nënrenditje që nuk mund të qëndrojnë në vete. Ato varen nga mënyra si janë ndërtuar dhe nga kuptimi nga pjesa tjetër e fjalisë së përbërë, që quhet pjesë kryesore. Dhe nga pjesa kryesore janë pjesët e fjalisë së përbërë me nënrenditje që mund të qëndrojnë në vete, edhe po të hiqet pjesa e nënrenditur. Ajo është pjesa drejtuese e pjesës së nënrenditur.
Fjalia e përbërë me lidhje të përzgjerë dhe skema e saj. Fjalia që unë kam zgjedhur është ai, njeriu me duke të zakonshme, me një seriozitet të madh në fytyrë, siç tregonin të tjerët, ishte një nga drejtuesit që kontrollonte punët e brendshme të shtetit që do të mbajë mend gjatë në politikë. Pjesa kryesore është ai, njeriu me duke të zakonshme, me një seriozitet të madh të fytyrë, ishte një nga drejtuesit. Pjesa e varur krahasore mënyrore, siç tregonin të tjerët, pjesa e varur përcaktore, që kontrollonte punët e brendshme të shtetit, dhe pjesa tjetër e varur përcaktore, që do të mbajë mend gjatë në politikë. Skema e fjalisë. Pjesa kryesore varen 3 pjesë të tjera, të cilët janë në shkallën e parë, që është pjesa e varur krahasore mënyrore dhe 2 pjesë të tjera përcaktore, të cilët janë të lidhura me bashkërenditje me njëra tjetrën. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Kaq ishte prezantimi i projektit në lëndën e gjuhës shqipe.